Përshëndetje goca, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur këtu në kanalin tim. Por ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Sot kam vendosur që të bëj një sfidë të themi, një challenge, me këto pijet aziatike që më kanë ardhur nga TikTok Shop. Por thash, do bëj një video që të jetë edhe e lezetshme, kështu krijojmë edhe pak content të themi. Unë këto më kanë ardhur në fakt që par dje, dhe nuk e di se si i kam lënë aty pa hapur, por i pata në frigorifer për t'i shijuar akoma dhe më shumë, nëse do kenë shijet mirë vërtet. Tani, nëse duket ndonjë gjë kuqe këtej nga qafa im, kjo është parantezë, është se e kam shpjeguar te vlogu kur do hedh pse duket ashtu. Gjithsesi, vazhdojmë këtu me këto pijet që do provojmë. Këto janë pije aziatike, e thash më duket në fillim. Këtu kemi 2, 4, 7, mendova se ishin 6, 7 shije të ndryshme këto të vogla, ndërsa këto kanë vetëm shije pjeshke, dhe është edhe kjo, nuk e di si e ka emrin ky fruti, goca me thënë vërtetën. Këtë frutin e kam parë do me thënë del ndonjëherë, se di kur e ka sezonin, e shikoj tek supermarketet, edhe i liri ndonjëherë merr si ky. Atë pjesën lart e ka të fortë, brenda është e butë, nuk e di si quhet me thënë drejtën. Tani, vazhdojmë, po mendoj që të provoj njëherë këto të dyja, do me thënë se 2 shije janë, pastaj kalojmë tek këto tjerat. Marrim një herë këtë me pjeshk. Ky është ujë me shije, ta provojmë. Ta bëj si Zoj, se Zoj kështu e bën kur pi ujë. Na imiton neve. Keni parasysh ujë me shije, siç janë ato ujë me shije në Shqipëri. Por kjo unë ndjeka më shumë shija e pjeshkës, me thënë të drejtën. Unë ndjeka goxha më shumë. Dhe kjo është 0 sheqer, thotë, dhe kalcium. Dhe kalori, më falni. Okej. Interesante dhe goxha e shishme, do thoja. Kjo e pjeshkës. 0 sheqer, okej. Provojmë këtë tjetrën. Edhe kjo po njësoj është me 0 sheqer. Ta hapim. Unë nuk është se e pëlqej shumë këtë frutin, me thënë drejtën. I liri e merr ndonjëherë. Nuk më pëlqen shumë. Këto doja lej i lirit. Nuk më pëlqen shumë kjo shija e kësaj këtu në ujë, me thënë drejtën. Nuk do t'jepi asnjë notë kësaj, më mirë lere. Kurse kjo goxha 8 nga 10, po, se kishte goxha shije pjeshke. Këto të tjera s'po i hap, po i lë kështu. Tani, do vazhdojmë nga këto të voglat, që këto të voglat goca kanë edhe kështu brenda, si thuhet, copa frutash. Kjo është me boronicë. Ta provojmë të parin, shikojni. Këto janë më të vogla. 320 ml. Hajde herë. Çaj ka Zoi është kënaq shtulos me këto. I fuste i nxirrte në kartoni, i fuste i nxirrte. Ua, unë kam frikë. Ti provoj këto. U hap ka kështu. Qi si që nga kjo tapa. Okej, goca, hajde gëzuar. Kjo që nga copë fruti. Që nga kjo kështu? Kjo është si, e thoni mërë zot, ja, kur du ndonjëherë mi ikin fjalët. E keni parasysh ato të butat? Miku tani, kur të më vi.
Por që qenë ka e mirë kjo? Kjo ishte goxha e mirë, me thënë drejtën. Goxha e shishme kjo. Black Currant. Mërë zotë, si s'pëm kujtojt. Ja, shikojni këtu goca. Është me këtë copa kështu. Nuk pëm kujtojt e emri tani, më vjen keq. Koko. Kjo goxha shije. Mund të jepja 10 nga 10. Marim kështu, me qënë se kemi. Kjo është me... Qa fruti është kjo, mërë zotë? Melon, thotë. Hajde dhe përvojmë të me melon. Black Currant. Jo me Black Currant. Nise, përvojmë këta që është me melon tani. Na falni se ndoshta nuk I njohim gjitha këto fruta tu, se këto janë të vizatuara pak si çuditshëm. Edhe unë tani nuk po I përkthej. Ky nga fix si bustan. Bustani që në ato jo shalqi, a I jeshili. Ne I qëmë bustan në zona ime. Paska fix. Fixe paska shien. Edhe kjo shumë e mirë. Nuk e di kush më pëlqen më shumë tani. Dile në fund, se ndoshta janë gjithat mira. Kjo është me pjeshk. Po këto mërë zot, brenda qa quhen. Nese, do ta shkruaj aty kur të më vinë mendje nëse nuk më vjen tani goca. O të provojmë dhe këta, me pjeshk. Që kanë mira këto mërë zot. Më duket se I kam parë unë këto në për këto marketet kështu, po se kam qenë shumë kurioze me I provu. Edhe kjo e pjeshkës, edhe më pëlqen se për shembull normalisht do kenë dallim, por që kanë goxha dallim nga njëra tjetra, do me thënë nuk ngatrojnë shijet, e kanë fiksa të shijen. Vazhdojmë me këtë tjetrin. Kjo qa fruti është kë? Mango, me mango. Shikoni juve I kanë, e di pse ndonjëherë ngatroj fruta, duhet të lexoj këtu sepse për shembull që mango e ka të verdh kjo këtu. Mango unë e kam aty, e kam jeshile. Do me thënë ka fillu që është pjekur normalisht. Hajde njëherë këtë tjetrën. Edhe aromat I kanë. Kjo nuk është më pëlqen shumë. Sepse unë nuk është se pëlqej shumë mango ndoshta, prandaj. Uji është I shishëm, po ajo gjëja brenda nuk më pëlqen. Shumë. Okej, doli një që se kam me shumë qef këtu. Kjo është, me qa është kjo? Liqe. Nuk e di qa fruti është kjo goca. Nuk arrit ta dalloj, nuk e di se qa fruti është kjo. Do t'i shkruaj aty. Pastaj kur ta bëj videon, kur ta mbyll videon, t'i përkthej në Google, pa puna dhe do t'i shkruaj nëse I gjej frutat. Kjo është roz, hajde një ta shohim të. Më falni. Nuk kemi mësune të ham të lloj frutash kështu prandaj. Nuk e di se
Më gjithë shumë, me të drejtën. Më provojmë ta se lule shtrydhen do ta lë në fund, se nëse nuk më pëlqen kjo, na rregulloj ajo shije në gojës. Kjo është me grape. Që është kjo si lloj... Pa harrova tani. Si lloj rrushi. Nejse. Ta shohim edhe këtë. Ora 10 unë provoj këto. 10 e mëngjesit. Po çfarë bëj? S'kam kohë tjetër. S'kam kohë. Gjatë ditës. Hajtë. Uj. është shishishëm, po ato brenda sikur s'më ngjisin shumë. Okej, tash po e provojmë tani lule shtrydhen në fund. U bëra unë ashjet. Shumë e mirë. Shumë e mirë kjo. Pra, nga këto poshtë, këto janë me pak të pëlqyerat, që mund t'i pi vetëm langun, do me thënë pa i ngrëna të brenda, ndërsa këto janë të gjitha super. Edhe kjo pjeshka. Këto, ja le i lirit. Këto i lirit, këto vetë. Këto ishin goca pijet që morëm, që më kanë ardhur, edhe kështu. Më thoni nëse ju pëlqen këto videot, edhe pse më keni thënë her pas here, bëj, por duhet të kesh i qikoj, edhe nuk di se që të provoj, shikojnë dhe njëherë tek marketet, sa të marrë që mos të marrë, por ja, me qenë se me erdhën këto, e bëra videon dhe uroj që t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos t'ju ketë mërzitur, edhe më thoni nëse edhe ju i keni provuar këto pije të çuditshme të këtyre tajlandeze, aziatike do me thënë, edhe si ju duken, ose pijet, ose ku ta di unë se si që është tek. Edhe më thoni nëse i keni provuar këto që unë sapo provova dhe si ju janë dukur goca. Tani po e mbyll këtu këtë videon edhe do shihemi në vlogjet, se kam 2 vlogje për të hedhur. Jam duke i edituar, por këtë videon do ta postoj tani. Falni sot, do me thënë. Edhe mos harroni të më bëni subscribe, like, share dhe faleminderit ju të rejat që keni ardhur, ju të rinjt. Uroj që të qëndrojmë gjatë së bashku, mos të mërziteni me mua, edhe ta përkrahni këtë kanalin, pastaj edhe nëse unë nuk ju pëlqej, jeni të lirë, mund të largoheni, bëni çfarë të doni, por faleminderit për supportin. Do shifemi, një puqje.